Ujvara e Sotirës, një prej ujvarave më të mëdha në vend, nuk e di kush është e madhja, se çdo rajon pretendon që ujvara ti është më e madhja. E para, pra ujvara e parë më e lartë është 100 metra, buron nga mali i Tomorit dhe është rreth 20 kilometra, 23 kilometra nga Gramshi. Ndërkohë që ujvara dytë duket më e gjerë dhe është rreth 80 metra, që nga momenti i derdhjes deri poshtë. Ne do shkojmë ta shohim dhe poshtë, pra në vendin ku derdhet, por gjithsesi të dy ujvarat janë nga më të bukurat në Shqipëri dhe nga më të vizituarat në Shqipëri, edhe pse rruga është pak e vështirë për të mbritur këtu, po pamja ja vlen, edhe pamja për të ardhur është fantastike. Pjesa e parë e ujvarës së Sotirës është edhe derdhja katarakti më i lartë rreth 100 metra. Në fakt ujvara ka disa derdhje, kjo është më e vogla, që është midis saj dhe derdhjes më të madhe, që ka lartësi më të shkurtër, 80 metra, por që është shumë më e gjerë dhe me prurën më të madhe. Do shkojmë më pas atje. Kjo është derdhja e parë. Në fakt buron nga Tomori, sikur se e kam thënë, është pak e rëshqitshme, por akoma është e vizitueshme dhe ndoshta është momenti më i mirë për sa i përket ujit, prurjeve të ujit. Më thanë kot që është i ftohtë, nuk është aq i ftohtë sa thonë. Provojmë dhe këtë këtu. Pjesa e dytë e ujvarës së Sotirës, 80 metra e lartë, por me më shumë prurje se sa e para. Janë 3 ujvara, pra kjo ujvara e vogël e mesit dhe ujvara e lartë tjetra, por kjo është ujvara me prurjet më të mëdha. Nuk e di a hyet dot, temperatura e ujit tu është më e ftohtë se sa në anën tjetër, po do e provoj gjithsesi.